E cili është sultani, vëllezër? Kanë thënë dietarët, sultani është argumenti. Dhe gjithmonë kur përmendet në Kur'an sultan, është për qëllim argumenti i Zotit xhel xhelalu. Se tani do të ballafaqohen dy sultana. Dy sultana. Sultani, këtë rast i pari, diktatori më i madh i kohës vet, Faraoni. Me atë i cili Allahu e ka bo pejgamber dhe i ka dhënë sultan, ama jo sultan diktati, po sultan argumenti dhe fakti. E Allahu thot: "Wa naj'alu lakuma sultana", na kena më dhënë juve sultan. Shikoj se gjithë këtë sultan ja ka dhënë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ka sultan më të madh se sa 2 miliard njerëz me e zbatu urdhin e një njerit i cili ka vdek para 1446 vjetëve? Minus 10. Që sa ka vdek pejgamberi alayhis salam? Pse ka bëu hijret? Sot jemi 1446. Minus 10 që ka jetu në Medine. Pra që 15 shekuj ka ndru jetë ai i cili ka thonë ninoni, agjeroni. 2 miliard njerëz agjerojnë. Ku është ai mbreti që na ka thonë më agjeru? Ku është ai i cili ka zbrit Kur'ani? Ka ndru jetë. A ka dikush sot në dunja që ka sultan, që ka pushtet, që ka perandori, që 2 miliard njerëzi me ngue, a i ka dek? A ka? Përveç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka dikush pushtet që 2 miliard njerëz në komplet globin, pa kur far ushtrije, pa kur far policie, pa kur far arme, me i bind që mu thirr ezani eshhedu enne Muhammeden Rasulullah? A ka? A ka pas në diktator? Ai mundet me pas dash me e bohe, ama nuk i dhez. Sigurisht ka dash edhe Enver Hoxha, sigurisht ka dash edhe Stalini, sigurisht ka dash edhe Hitleri, edhe plot edhe Tita, sigurisht ka dash. Që mi u përmen emri, kur? Ama me vdekin e tina, janojnë që atë një shtatore, dikur mo e hekin edhe shtatore, edhe si e të kur gjo. Pi kur ka ndrujet Muhammed a.s. Mirë po që pas më të shejko dhe zër, qytet e katun, shtet e glob, në gjdo ven, pin skaj e në skaj, në gjdo minare e shhedu enne Muhammed e Rasulullah. Dëshmojmë se Muhammedi është i dërguri Allahut. A ka sultan mas shumë se që kaq? A do shka dhe Allahu gjela wa naj'alu lakuma sultane, na ju jap në sultan. Dhe se shika Allahu që a i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë këtë sultan. Dhe sa ju ka thonë Allahu sultan ndjekësve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulemave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ti ki ma shumë sultan e Ebu Hanifja? Të li ka ma shumë sultan? Ti mi dhanë komplet familjes tane, apo mi ja u dhanë i dispozit, apo dhe vjen një tjetër thot Ebu Hanifja ka thonë ndryshe. Ato shka thonë ti, rëqa ti se s'po të shekur gjo. Që ka thonë Ebu Hanifja? A ti ki ma shumë sultana Imam Shafia? Ti mi i bind këtë njerëzit, qështua meselja. Vjen dikush thot Shafia s'ka thonë qashtu. Që ka thonë njerëzit, rëqa ti më s'folë se shishe ka thonë Shafia. A kupton shka në sultan, o lezër? A kupton shka në sultan? A di shka në sultan kur Allahu gjellëvala ta jep emrin Sheikhul Islam, Hoxha Islamit. Por qemull, sa hoxalar ka dunjaja? Qindra mija, ndoshta miliona, në këtë 2 miliard musliman. Mirë po, kur thuhet në ligjerata, ka thonë Sheikhul Islam, Hoxha Islamit, çka ju shkon ndërmend? Ibn Taymija, Ebul Abbas, Taqiyuddin, Ahmed ibn Taymija. Çka i ka dhënë Allahu? Sultan e ka dek 728 hijri ka ndrujet. Ama Allah i ka dhënë sultan. Që kjo sultani? Sultani argumentit. Sultani kur ti ki fakte, nuk o sultani të takati. Shiko tani do të ballafaqohet takati fizik, takati ushtarak, takati i perandoris me një njeri cili vjen me dele, me një shkop dhe me gruin e vet, me 2 fëmijë. Vjen të Firauni edhe do t'i thot, unë jam i dërguar i Allahut të ti. E tash do t'a shohemi kush ka sultan. A ka sultan Faraoni? A ka sultan Musa a.s. A ka pa sultan Ebu Gjehli me këtë ushtrinë e vet dhe zebanit e vet, a Muhammed a.s. me sahabit e vet? Kush ka pash më shumë sultan? Wallahi sultani gjithmona me Kur'anin. Sultani dhe pushteti gjithmonë është me argumentin. Nuk ka pushtet mbi argumentin, ma në men këta. S'ka takat dikush me imposht vërtetën. Hiq haroje. Gjithmonë e vërteta ka me dalë në shesh. Gjithmonë fakti ka me dalë në shesh. Pse? Sepse fakti është çfarë? Është vetë ekzistenca. S'ka mundësi ti me hu këta. A mujna na mu mbledh këtë dunjaja me thanë, a e mohojna dillin, pe bojna liq. S'ka dill. Apo
Mujna ta natën me fol. Apo, ta natën kitë dunja e 8 miliard njerëz s'ka deal. Vendimi, pijat, gjikata, kitë gjikata sa i mshojnë ati drunit. A keni pas që i mshojnë ati drunit? Apo, ama a diti kur be a i liq? Si të dale sabaj? Në sabaj, qka në thëtë Allah? E ku met kjo që s'ka deal? Ku met? Sa njeri ka tentu, s'ka islam mo, s'ka mo gjamia, s'ka mo shamia, s'ka mo me agjeruë, s'ka mo fal. Allah u gjave që ka nëzirë sabajnë, hajde tash. E dul dili. Kur del dili islamit dhe vëzër, kretë teorit bin tok, ketë teorit bin, ketë diktatur bin tok. Allah u gjave ka dhanë sultan islamit. Për këtë shqie besimtarët mundi krenar, s'ka diku që e më poshtë fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk poshtë të fejnë Allah u gjelluara. Po ka mundësi muslimani mu likështu, ka mundësi muslimani me pas rëthana dopta. Ama islami, fejnë Allah u gjave, jo.